Dhe tani është koha të luajmë me frutat e sezonit. Sa mirë i njeh ti frutat e sezonit? Fibrat, një element shumë i rëndësishëm i shëndetit tonë, kryesisht për tretjen i nevojshëm. Por cili prej këtyre frutave ka më shumë fibra? A. Molla, B. Shega, apo C. Mandarina. Të treja shumë të shijshme, por alternativa e saktë është A. Molla, e cila përmban rreth 4 gram fibra dhe e bën të shkëlqyer këtë për zorët dhe ngopjen. Virozat gjatë stinës së vjeshtës janë gjithmonë një arsye për të ndjerë jo mirë me shëndetin, por fatmirësisht kemi ushqime të cilat na e forcojnë sistemin imunitar. Cili prej këtyre tre alternativave mund të konsiderohet si heroi i vjeshtës? A. Kivi, B. Avokado, apo C. Patollxhani. Sigurisht, duhet një pjatë e ekuilibruar dhe e balancuar për të konsideruar të shëndetshëm dhe për ta mbrojtur sistemin imunitar. Ama duhet pak edhe kivi, i cili le të konsiderohet si superfruti i dimrit me vitaminën C dhe E dhe shumë antioksidant. Ndaj mos harro, sallatës hidhi pak kivi ose me zvakin shoqëroje me një kivi. Me ardhjen e vjeshtës, rriten shanset për fenomenin e quajtur depresioni vjeshtor. Një faktor për ta shtuar më shumë të situatë është edhe gjumi i cili ndryshon në orare. Por cili mund të jetë ai frut që mund të na ndihmojë fal pranisë së melatoninës natyrale në të? A. Qershia, B. Dardha, apo C. Kivi. Patjetër, nëse do të ishim në një stin tjetër, do të kishim zgjedhur qershin. Por, superheroi i cili përmban sasi të larta të melatoninës për sezonin e vjeshtës, mbetet kivi. Dhe studimet kanë treguar se konsumi i tij përpara gjumit rrit edhe më shumë shanset për një gjumë të mirë dhe të shëndetshëm.